Çka po ndodh mes Albin Kurtit e Fatmir Limajt? Nga Londra, Kurti e shpalosi publikisht ofertën për koalicion me Limajin. Ai tregoi që Limajt ja ka ofruar një ministri, 2 zëvendësministra dhe një nënkretar të kuvendit. Madje toni i fjalive të Kurtit nuk kuptonte që kjo ofertë në sytë e tij është goxha gjeneroze. E krahasoi ofertën për Limajin me atë të Guxos në vitin 2021. Ishte një gjysmë e vërtet dorën e zemër, sepse përveç 2 ministrive, Guxoja mori edhe postin e presidentit, ku zgjodh Vjosa Osmani. Pra shpërblimi për Guxon ka qenë më i madh se sa realisht fuqia e tyre politike. Mbi gjitha konteksti politik atë botë ka qenë krejt tjetër. VV-ja ka pas mjaftueshëm vota me qeverisë vetme me minoritetet, pa asnjë parti shqiptare. Pozicioni i VV-s ka qenë triumfues. Ndërsa sot harta politike është me copëzuar. Kurti nuk i ka më 50%, i ka vetëm 42%. Kurti është në një pozicion më të pafavorshëm, i duhet së paku një koalicion për qeveri. Mos harrojmë një gjë, pa partneritetin me nismën, Kurti zor që mund me bë qeveri me dikë tjetër. Askush tjetër nuk është i gatshëm me bë koalicion me Kurtin përveç Limajt. Është natyrshme që në një situatë të tillë politike, apetiti i Limajt me qenë më i lartë se sa i Guxos në vitin 2021 për dikasterën e qeveri. Mënyra dhe përmbajtja e fjalive të Kurtit ishte një lloj mungese respektit ndaj Limajt. Limaj nuk është Guxoja e vitit 2021, edhe pse i ka vetëm 3 deputet, pra 3 deputet më pak se Guxoja e vitit 2021, në këtë skinë politike, Limaj është më i fuqishëm se sa Guxoja me 6 deputet në vitin 2021. Edhe Kurti nuk është i fuqishëm si në vitin 2021. S'mundet me bë qeveri vetëm. Prandaj lëshimet ndaj Limajt do të dhimbshme e të hidhura janë politikisht arsyeshme. Rrethonat kanë ndryshuar, rrjedhimisht edhe ofertat duhet me ndryshu. Normalisht Limaj e ka një mangësi në këto negociata. Besoj që Limaj nuk e parapëlqen idenë me shku në zgjedhje. Kurti e di këtë frikë të Limajt, prandaj edhe luan me nervat e Limajt, por nuk duhet me harroni gjë. Limaj është politikan i shkaft dhe nuk befasohem nëse arrin me nxjerr marrëveshje më të mirë se sa oferta fillestare e Kurtit. Sidoqoftë ditët për themelimin e qeverisë, Kurtit po i skadojnë. Javën e ardhshme marrim vesh a shkojmë në zgjedhje apo vazhdojmë me qeveri të re.